Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 11, vargjet 1 deri në 4 do lexojmë sot bashk. Dhe ndodhi që ndërsa po lutej në një vend, si mbaroi një nga dishepujt e tij i tha: Zot na mëso të lutemi ashtu si mësoi edhe Gjoni dishepujt e vet. Dhe ai u tha: Kur të luteni thoni: Aty në që je në qej, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme dhe na i fal mëkatet tona sepse edhe ne i falim fajtorët tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëto nga i ligu. Kjo është fjala e Zotit që do dëgjojmë të predikuar sot, ndërkohë që qëndrojmë në autoritetin e saj. Bëj thirrje që ti zbusim zemrat tona e ti bindemi e ti pëlqejmë asaj që ka dëshirë vullnet Zotit na flas sot. Tema për sot është shtegu i lutjes apo modeli apo përparësia që duhet kemi në lutje. Shtegu i lutjes apo përparësia, modeli i lutjes. Gjëja e parë dhe më e natyrshme për një person të rilindur, pra për një person që vjen në Krishtin si fëmijë i vogël, është lutja. Puritanët thonte, Thomas Watson thonte që gjëja më normale për një fëmijë kur lind është qaj. Sa po lind ai qan, pra edhe në njëjta gjë në mënyrë instiktive kur ne rilindemi, gjëja e parë që na vjet është që ti lutemi Perëndis. Por gjithashtu lutja duhet jemi vetëdijshëm, ne i lutemi e kërkojmë për Perëndin në lutjet tona, por kjo s'do të thotë që është një disiplinë lehtë. Në fakt, lutja është një disiplinë nga disiplinat dhe sfidat më të vështira të jetës tonë si besimtar. E të gjithë ne lutemi, por kjo s'do të thotë që dim të lutemi mirë. Pra ne lutna me mendin tonë në mënyrë se si lutna disi, por kjo s'do të thotë që lutna mirë, apo që nuk kemi nevojë, kjo s'do të thotë që nuk kemi nevojë të mësojmë të lutemi dhe të rritemi në lutje. Edhe kur flas këtu jo vetëm për prioritetet, për përparësitë, por edhe mënyrën dhe teknikat e lutjes, e do ju them ca pastaj që ndoshta ju vjen pak në seder. E Luka Ungjilltar ka regjistruar në shkrim, pra në shkrimin e shenjtë për ne atë që njihet ndryshe si lutja e Zotit, një lutje e thënë prej buzëve të tij, vetë Zoti Jezu Krisht, që u tregon dishepujve të tij jo vetëm fjalët e një lutje, pra jo vetëm fjalët e një lutje, por edhe më shumë se kaq një shteg apo një model apo çfarë temash, çfarë përparësish duhet sjellim tek Perëndia në lutjet tona. Edhe kjo njihet si lutja e Zotit, por në fakt e vërtetë është që Zoti mëson dishepujt të lutjes dhe kjo është lutja e dishepujve, është lutja jonë, lutja si dishepujt duhet të bëjnë, sepse Zoti Jezus patjetër që është lutë, mund të lutet në këtë, por nuk mendoj që ka nevojë të lutet mi fal mëkatet e mia, sepse është i pa mëkat. Kështu që është një lutje për të na mësuar ne dishepujt që të lutna sepse ne na mëkatshëm e kemi nevojë që të na i fal Perëndia mëkatet tona. Në vlerësimin e Lukës, pra dhe në versionin e tij, kjo lutje pra e gjejmë gjithashtu siç që tham edhe që dim tek Mateu kapitulli 6, pak në versionin e zgjatë, pra Ungjilltari Matej i ka zgjatur versionin e lutjes së Zotit, edhe në versionin në shqip, që pam atë në versionin e shkurtër të Lukës shqip, janë pak a shumë si 41 fjalë, apo në versionin e gjatë janë si 57 fjalë. Edhe këto varet cilin version mund të lexosh, por mund t'i thuash për 57 fjalë, mund t'i thuash për 40 sekonda, 35 sekonda, 40 sekonda, po themi. Edhe versionin më të shkurtër, pra me 41 fjalë apo me 41 fjalë mund t'i thuash për 20 apo 25 sekonda. Pra mund ta regjistosh të lutje, nganjëherë ne e themi lutjen e Zotit, çdo mund ta themi për 25 sekonda, pra në mënyrë recitative, po themi. Luka në Ungjillin e tij flet për lutjen shumë, dhe një nga temat që vazhdimisht Luka e përdor dhe më mbrapa do të flasim sot, pra jo vetëm ku i lutemi, si është shtegu apo mënyra për të lutur, por edhe mësimin, herën ti do shohim edhe një mësim për lutjen. Prandaj për ata që thanë, ose që mendojnë, pra duhet të themi disa, për ne kemi thënë dhe kemi pas kishën tonë, nganjëherë themi lutjen e Zotit këtu përpara adhurimit ose gjatë adhurimit. Edhe është një pyetje për shkak, a duhet ta themi këtë lutje në mënyrë recitative, thjesht si një poezi? Pra aty në qiell e kështu, apo çfarë është qëllimi kur e themi? A është gabim nëse e themi, a është gabim nëse nuk e themi? Nuk është fare gabim nëse e themi, sa është gjendë në Bibël, është biblike. Luteri vetë në fakt e thonte disa herë në ditë këtë lutje e përsëritje, por
Mateo dhe vini re që thot Jezusi këtu Luka është më shumë duket sikur thoni këtë fjalë, pra, si më thon, thoni e kështu lutjen. Kur e shohim tek ungjilltari Mateo thot ju pra lutuni kështu, pra si më thon është një mënyrë e sugjeruar cilat janë temat ose çfarë janë qëllimet apo temat apo përsërit që të themi kur të lutemi. Edhe në fakt Martin Luther i shkroi një libër bazuar në këtë lutje, patjetër edhe tek 10 urdhërimet edhe tek Credoja e Apostujve, edhe shkruajti një libër që quhet Një mënyrë e thjeshtë për të lutur, një mënyrë e thjeshtë për të lutur. Pra në vitin 1535, Luteri shkoi një herë tek berberi i tij, pra një ditë tek berberi i tij që ishte emrin Peter Beskendorf, besoj që e them emër, ose Pieter, pra, se Peter e kishte në gjermanisht, por Pieter për ne. Dhe ndërsa shkoi tek Pietri, pra shkonte për të urruar dhe për të qetur tek berberi i tij, Pietri apo Piteri kishte dëshirë të lutej, të mësonte të lutej, por kishte hasur vështirësi në lutje, dinte se të lutej haste, nuk mund të qëndronte shumë në lutje, kishte vështirësi dhe ja rrëfeu luterin, e kishte si heroin e tij, e kishte si drejtuesin e tij shpirtëror, edhe i rrëfeu luterit, tha Dr. Luther, tha e kam vështirësi, gjej veten shumë vështirë për të lutur, për të marrë kohën lutje, për të qëndruar në lutje, për të ditur çfarë të lutem. Edhe Luteri sugjeroi Pietrit apo Pitrit që duhet merrte lutjen e Zotit, këtë lutje, dhe secilën frazë apo shprehje të kësaj lutje ta kthente në lutjet pra të përditshme, jo thjesht për ta recituar, por temat e lutjes dhe udhëzimet që lutja ka, edhe shkruajti këtë libër. Piteri e provoi këtë mënyrë që i mësoi drejtuesi i tij shpirtëror dhe e gjeti veten duke kaluar shumë kohë në lutje. Duke provuar këtë mënyrë që i mësoi Luteri, pra i sugjeroi Luteri mbi cilën edhe shkruajti këtë libër, se ja kërkoi. Minere, pra këtu dishepujt thonë Zotit na mëso të lutemi, edhe Pitri i tha dishepullit i tij, drejtuesit i tij, mëso të lutem. Edhe është gjë e mirë të kërkojmë si të mësojmë, edhe që të lutemi, siç thash. Edhe ai kaloi shumë kohë dhe nga vështirësia që kishte më parë të rrinte në lutje, tani Pitri e gjeti veten që kishte vështirësi të ndalej apo të ndalohej luturi, po lutej shumë gjatë. Pra efektin që i dha mësimin e Luterit. Vetë Luteri ishte një person i lutjes, ai lutej të paktën 2 orë në ditë, dhe kur ishte shumë angazhime, se ne themi atë, mund të themi na, nuk jam lut sot se kam qenë i zan, ose kam lexuar Biblën që kam qenë i zan. Luteri lutej të paktën 2 orë çdo ditë, çoj herë, mëngjes lutej të paktën 2 orë. Në gjunjë, dhe kur e kishte ditën më të zan, apo kishte më shumë angazhime, apo më shumë takime, apo ishte më i zan, çoj orë më herët më lutej thotë duhet shkoj të lutem sot 3 orë, 1 orë më shumë sepse jam shumë i zan. Nëse kam shumë gjëra me bë, duhet lutem më shumë se Zoti më ndihmoj më shumë. Kur ishte më shumë i zan, lutej edhe më shumë se ditët e tjera. Kishte praktika e Luterit. Tani në skicën e këtij predikimi çfarë do të shohim sot është s'pare shohim e para shembullin e Jezusit në lutje, shohim shembull Jezusi vetë lutet siç Martin Luteri lutet dhe pastaj mëson dishepullin e vet lutet. Martin Luteri pra shembulli i Jezusit në lutje, pra shembullin dhe pastaj shohim lutjen. Dhe lutja në vetvete skica është kujt i drejtohet dhe çfarë i kërkon, kujt i drejtohet lutja dhe çfarë i kërkon në lutje. Dhe pastaj vetë çfarë i kërkon janë disa pjesë tjera, 2 nga kërkesat, nga 5 kërkesat që shohim aty, 2 kërkesa janë vertikale apo në lidhje me qëllimin e pritshmërisë me atë që për Perëndin, për mbretërinë e tij etj etj, dhe 3 janë kuptimin personale për personin vetë, për atë që lutet, pra do t'i shohim pastaj ndërkohë që i prekim. Po s'pari, shembulli i Jezusit, në vargu 1, shembulli i Jezusit. Luka thotë se kjo kërkesë nga një dishepull që nuk identifikohet me emër, vjen kjo kërkesë, vjen pasi Jezusi mbaroi së luturi në një vend. Vini që e thotë ndodhi që Jezusi po lutej në një vend. Dhe çfarë? Dishepulli e pa që Zoti po lutej, po kalonte shumë kohë në lutje, e tha, mund të ketë thënë, po sa mirë, dhe sa gjatë, dhe sa mirë, dhe sa shumë qëndron Zoti në lutje, unë s'di. Ai lutet vetë, kur lutet Jezusi vetë atit ti, unë kam më shumë nevojë, duhet mësoj për ti. Por pas pari shembullin e Jezusit. Pra lutja apo modeli që Jezusi na jep vjen pas kërkesës së një dishepulli, por vetë kërkesa e dishepullit vjen pasi Jezusi është duke u lutur, duke dhënë shembullin apo modelin e tij. Pra Jezusi lutet,
Dishepujt e panë këtë dhe donin edhe ata të mësonin të luteshin. Mënyra e mirë, mënyra më e mirë, gjoj këtë. Mënyra më e mirë për të mësuar dikë është kur spari e bën atë gjë vetë me shembullin tanë. Kur vjen dikush me të pyet për një gjë, nëse nuk e bën vetë, atë gjë është më mirë mos më fol shumë. Spari duhet ta bësh atë gjë që pyetesh edhe pastaj mëson, që mos bëhemi shumë mësues, thot Pali edhe Jakobi. Dishepulli afrohet dhe i thot, Zot, na mëso të lutemi. Nëse nuk di diçka është mirë të kërkosh, edhe ne të njëjtën në fakt të lutem, vendosëm të luteshim ndyshe, jo pa qëllim, por me qëllim, dhe si kërkesë të paktën 2 personave që po vinë kishën tonë tani vonë, që duan dhe kërkuan të mësojnë të lutemi. Dhe patjetër duhet të mësojmë të lutemi. Edhe unë kur isha besimtar, sepse nuk është e thjeshtë për dikën që vjen kishën tonë besimtar i ri dhe me një herë të ngrej zërin dhe të lutet në publik me fjalë të gjata përpara 30 vetëve. Në fakt unë u bëna besimtar kur isha adoleshent në gjimnaz, po isha i ri, isha i turpshëm. Mendoj që nuk e kam marrë, por ndoshta ka kaluar 1 vit, më desh si 1 vit që shkoja në kishë si besimtar derisa mora guximin thoja disa fjalë publikisht. Lutje ishte shumë e turpshme për mua, ishte shumë e vështirë dhe është normale. Prandaj kemi nevojë të kuptojmë, të mësojmë, të ndihmojmë njëri tjetrin edhe për të lutur. Ata i kujtojnë gjithashtu Jezusit, pra dishepulli i kujton që edhe Gjon Pakzori i mësonte dishepujt vet, thotë na mëso o Zot ne dishepujve tu, na mëso si të lutemi sepse edhe Gjon Pakzori i mësoi ata si të luten. Dhe Gjoni duhet i kishte mësuar atë patjetër për parimet e lutjes, kërkesat e lutjes, ndoshta ka pas një lutje dhe ai si Jezusi një lutje që ja ka mësuar pra me disa fjalë dishepujve, pavarësisht se nuk janë të regjistruar, nuk kemi të regjistruar në shkrim. Asnjë lutje të Gjon Pakzorit. Dishepulli jo vetëm që s'di, po edhe e shef të vështirë, sepse prej natyre e kemi të vështirë të lutemi. Kurse për Jezusin është e kundërta. Për Jezusin që është pamkat, për Jezusin gjëja më e natyrshme, gjëja më e mirë, më e thjeshtë, më e natyrshme, dhe ku gjen më shumë kënaqësi se asgjë tjetër, është marr kohë në lutje apo në bisedë me Atin e Tij qellor, sepse lutja çfarë është? Është një bisedë në Atin ton qellor. Por ne është e vështirë për shkak të mëkatit, miqit, angazhimeve, të frikrave, gjithçka tjetër, por për Jezusin ishte një gjë e natyrshme që ai të kalonte një kohë me Atin e Tij qellor. Por kjo është e para, shembulli i Jezusit, Jezusi lutet. Dishepujt e shohin tek sa lutet, edhe është lutur vazhdimisht. Dhe ai thonë, me që ti lutesh na mëso dhe ne të lutem ashtu si Gjoni gjithashtu i mësoi dishepujt e tij. Në pjesën e dytë është lutja me 2 nën pjesët e saj si thash, dhe e para prej këtyre është kujt i drejtohet lutja. Jezusi i mëson dishepujt e tij për t'u drejtuar, për kujt i drejtohet. Dhe Jezusi u tha, kur të luteni, thoni, çfarë duhet thonë? Thonë, Ati ynë që je në qiell, u shëjtroft emri yt, ardhmëria jote, bukën tonë përditshme na jep çdo ditë. Na i fal mëkatet tona, detyrimet tona, siç ne falim për detyrimet apo gabimet të tjerëve. Mos na let të bijmë apo mos na shpirin në sprov apo në sfidë. Jezusi thot dishepujve se në fakt kjo është lutja, siç thash për lutja e dishepujve që duhet i drejtoheshin apo të luteshin kur i drejtohen Perëndis. Dhe Jezusi thot vini re, o At. Perëndia vini re këtë lutje, vini si fillon Jezusi lutin thot kur të luteni duke thënë fjalë duke i drejtuar Perëndis, kujt i drejtoheni? Perëndis. Dhe si i drejtoheni Perëndis? Ai thotë që ne duhet i drejtohemi Perëndis si At, o At. Ngjoni këtë. Ne duhet i drejtohemi kur lutin tonë Perëndis si At. Patjetër mund të themi o Perëndi, o Zot, por mënyra më e mirë dhe më biblike është të drejtuar Perëndis për At. Sepse në raport me ne, Perëndia është e vërtetë që është Perëndia dhe joni, por Perëndia është Perëndia i yni, është edhe Perëndia i gjithë botës, është edhe Perëndia i jo besimtarëve. Perëndia është Perëndia i çdo krijese, besimtarë, ateist, çdo lloj feje. Perëndia është Perëndia i gjithëve. Në raport me krijesën e tij me njerëz, ai është krijuesi, ai është Perëndia, ai është sovrani.
Por për ne që jemi në Krishtin, në raport me ne që jemi në Krishtin, ai nuk është vetëm krijuesi, është krijuesi jon, por nuk është vetëm krijuesi jon, ai është Ati ynë. Dhe përmes Krishtit, dhe Krishti është biri i tij prej natyre. Ne ishim armiqtë e tij, por në Krishtin ne u birësuam dhe tani jemi pjesë e familjes Perëndis. Ashtu më thanë, babën mund ta kesh ti, baba jet mund të jetë edhe kryetari i bashkisë. Është vërtet që në lidhje me qytetin është kryetari i bashkisë, në lidhje me ty është aty kur vjen kryetari i bashkisë te shtëpia, fëmia ne i thot o kryetari i bashkisë. Ndihmo këtë, i thot o Ati im, pavarësisht se baba është Ati i tij, por është edhe kryetari i bashkisë të tjerëve që nuk e kanë Atin e tij. Në raport me ne që jemi në Krishtin, ai është Ati ynë. Është Ati ynë. E kjo mënyrë e drejtuarit nga Jezusi ndaj Perëndisë si Ati, ishte e pa dëgjuar përpara dhe në raport me personal me Perëndin. Hebrejt e pranonin dhe e kishin njohur për këtë raportin Atë Perëndia si Atë, por në raport me kombin. Pra ata kombi Izraelit ishte si më thanë i zgjedhur apo fëmia apo biri i Perëndisë nga gjithë kombet tjera. Dhe Perëndia thotë e kam zgjedhur birin tim Izraelin, popullin e Zotit është si fëmia im, si më thanë që e kam zgjedhur me zgjidhve. Dhe ata si kombi drejtoheshin si komb, si ne jemi kombi apo jemi fëmijët si popull, si më thanë si kish. Por asnjë prej tyre kurrë nuk ishte guxuar ti drejtojë në mënyrë personale, vetjake, Perëndisë si Ati i tij. Por Jezusi në mënyrë personale i drejtohet Perëndisë qiellit si Ati i tij dhe në fakt në çdo lutje që ai bën që i drejtohet Perëndisë, ai drejtohet Ati im, çdo lutje, çdo herë. Çdo herë. Vetëm një herë kur ai është në kryq tek Mateu 27:46, kur është duke dhënë shpirt, ai drejtohet Perëndisë, pra Eli Eli lama sabaktani, që do të thotë Perëndia im, i thotë si drejtohet si Perëndi. Pse më ke braktisur, por edhe aty kur i drejtohet Perëndisë si Perëndi, Ati i tij si Perëndi, është duke cituar Psalmin 21. E thotë këtë Perëndia im sepse është duke cituar një psalm, edhe është duke cituar fjalë për fjalë. Por edhe aty pastaj, edhe pse është në kryq dhe i drejtohet Perëndia im, pse më ke braktisur? Pastaj tek Luka 23:46, kur ai po jep të shpirt, prapë i kthehet Atit të tij, duke thënë o At, jo o Perëndi, por o At, në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim. Në duart e tua po e dorëzoj shpirtin tim. Kjo fjalë pra ka një e marr nga aramaishtja, pra Aba ose Abain është një mënyrë shumë e ngrohtë, shumë e afërt, shumë e dashur, si më thënë, nuk është vetëm o prindi im ose mund ta themi se ne kemi të njëjtën fjalë, por as më thënë babushi, o babushi im, është një mënyrë shumë e ngrohtë, shumë e afërt, shumë e dashur. Në një marrëdhënie të veçantë ndaj asaj, pra ndaj personit të tij. Pra si më thënë, është si në anglisht, si më thënë, pra si kur e prezanton dikën me babën, i thotë, ky është my father, baba, por kur i drejtohet vetë i thotë daddy, i drejtohet babi, babushi, është baba në kuptimin, por nëna tjetër është babushim, është i dashurim. Ai është Perëndia i qiejve. Ai është mbi çdo gjë, ai është sovrani, ai është i fuqishëm, ai është i tmerrshmi i Izraelit. Por vëllezër, motra, dëgjoni këtë. Ky Perëndi i shenjtë, ky Perëndi që është përmbi gjithçka, zotëron gjithçka përmbi qielli. Për shkak të Krishtit që na desh i vdiq për ne, edhe për shkak se Krishti drejtohet si i tillë. Ai është babushi ynë. Ai është i dashuri jon. Ne mund t'i drejtohemi atij si Ati ynë. Si Ati ynë. Prej besimit dhe prej birësimit që ai na ka bërë në Krishtin, duke na bërë ne që ishim armiqtë të tij, bijtë e tij më të dashur. Dhe i drejtoju Perëndisë si Ati ynë, si Ati ynë. Si Ati jot i dashur, sepse ai e ka mbyllur këtë distancë prej qiellit. Nuk është vetëm Ati ynë, nuk është vetëm Perëndia ynë që jetë çeton të qiell. Por është Ati ynë që na është ofruar e na është bërë dashur ne për shkak të Krishtit shpëtimtarit. Edhe në fakt në letrat e tij apostulli Paul, kur i drejtohet Romakëve edhe Galatasve, tek Romakët 8 edhe te Galatasit 4, thot i drejtohemi pra Atit o Aba, Ati ynë, pra prej frymës shenjtë, ne i drejtohemi
Perëndisi atë, thot, sepse ju nuk keni marrë një frymë skllavërie, ne nuk kemi mas sklever apo dënuar sklever. Që të keni përsëri frikë, kur i drejtohemi Perëndis, atit ton nuk i afrohemi me frikë, se nuk kemi mas sklever, por kemi marrë frymën e birësisë, e birërimit, vini re. Man cilës i thrasim Aba o atë. Dhe gjithashtu te Galatasit 4. Te Galatasit 4. Vargu 4 deri në 6 thot, por edhe kur erdhi plotësimi i kohës, Perëndia dërgoi bijën e tij, një sollin botë, të lindur prej gruaje, të vendosur në ligj, që të shpengonte, na shpengonte ne që ishim pengë ndaj mëkatit, na shpengonte ata që ishin në ligj, që ne të fitojmë birësinë, që ne të bëhemi bijtë e tij. Edhe duke qenë se jemi bi, jo ma sklever, Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tona, zemrat tuaja, që thërret Aba o atë. Aba o atë. Dhe i drejtoju atij me këtë ëmbëlsi dhe me këtë za prej llastimit, kur them jo për të llastuar kuptimin e keq, por me këtë zemër, me këtë ëmbëlsi, duke treguar dashuri dhe hir, sepse ai na ofrua ne, ai tregoi dashuri dhe atë hir, dhe na u bë i dashur edhe na u ofrua ne. Por vini gjatë tani teknike që do t'ju vë pak në siklet, mos u mërzitni, s'kam asnjë qëllim, thjesht do t'ju mësoj. Vini re, sa herë është përdorur atje emri At apo emri Perëndin atë lutje, sa herë? Një herë. Okay? Një herë. Një herë duhet të përdorim, edhe mrapa thotë u shenjtrofti emri im, duhet të kemi kujdes, jo duhet edhe në lutje nuk duhet ta përdorim emrin e Zotit shumë. Po të keni qenë vëmendshëm të kishit lexuar ca nga lutjet tuaja që u lutën çpara, paktën në një lutje të shkurtër që keni bën sot, paktën e keni përmend emrin e Zot Perëndi At, Zot Perëndi At, të ndërthuar paktën 20 herë për 20 sekonda. O Zot na ndihmo, Zot që Zoti na ndihmoj, që o Zot na ndihmo që ti o Zot, sepse ti o Zot. Bëna një studim një herë, se dia që do vija në një pikë, në mënyrë të rastësishme, në mënyrë të rastësishme, me datë 5 shkurt. 5 shkurt 2026, para një muajit e gjys, më shumë se një muajit e gjys. Nuk do t'i them emrat, nëse keni dëshirë me ditë, por shënova aty dhe bëna mas çdo u lutem, atë që lutem vullnetarisht disa dhe shënova bëna një vizë mbas çdo herë që dikush në lutjen e tij e përdor emrin Perëndi apo Zot apo At, diçka një sinonim si kjo. Ja t'ju tregoj ca statistika. Ma i vogli prej tyre e kishte përdorur emrin e Perëndis 22 herë. Në një lutje 40 sekondë 22 herë. Kishte lutje me 36 herë. I kam me vija këtu, mund të 34 herë, rekordi ishte 42 herë, 42 herë, me një lutje më pak se 1 minutë, 42 herë, o Zot Perëndi, Perëndi që je Zot. Ai është Ati ynë, ti thuaj o Ati im që je në qiell, dhe pastaj vazhdoi lutjen, nuk ke nevojë ta përsëritësh për 30 herë apo 20 herë, sepse të zën 40% lutjes ta zën duke thënë Zot, 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 vend që të thuash çfarë do të thonë. Kjo është thjesht teknike, por është e rëndësishme, është mirë për të stërvitur dhe dëgjoni veten kur luteni. Kjo është në ana teknike, okay? Tani çfarë janë kërkesat? Kujt i drejtohemi? Atit ty, Atit ton. Që nuk është vetëm Ati jon që është në qiell, si thash, por Perëndia jon që në qiell, por është Ati ynë që na ka birësuar, na ka bërë bijtë e tij. Kërkesat. Çfarë kërkesat? Në këtë lutje shohim që janë paktën 5 kërkesa. 5 kërkesa. Spari vijnë 2 kërkesa që kanë të bëjnë me Perëndin vet, me përparësinë, me interesin e vet Perëndis, emri dhe mbretëria e tij. Emri, u shenjtrofta emrit, art mbretëria jote, emri dhe mbretëria e Perëndis. Dhe së dyti janë 3 kërkesa që lidhen me nevojat tona apo me interesat tona. Nevojat tona fizike, pra buka jon, çështja morale dhe çështja shpirtërore. Le të shohim më radhë 2 të parat që lidhen me interesin e Perëndis, le të themi kështu thotë. U shenjtrofta emri yt, u shenjtrofta emri yt. Emrat në Bibël janë gjë e madhe, gjë e rëndësishme, kanë kuptim. Emri ka të bëjë me kush është ai person, ka të bëjë me qenjen, ka të bëjë me natyrën, me karakterin, me cilësitë, me reputacionin, me integritetin e tij. Etj, ndaj ki kujdes shumë se si ne përdorim biseda pafund, ne ato po afin, o Zot çaj bën kështu, atë vras Zoti, ai Zot kështu, o Zot ashtu, o Zot kështu. Jo. Emri i Zotit duhet nderohet, është një nga 10 urdhrimet, urdhrimi i tretë, mos e merr emrin e Zotit në përgojë kot. Për çfarë arsyesh? Emri i Zotit lidhet me personin, me qenjen e tij personit.
Dhe tregon karakterin e tij. Nëse dikush thotë në grup në kish, djali keq, o djali keq, ti e dëgjon dhe jo patjetër reagon. Ose o djali i mirë, nuk reagon. Po nëse dikush thotë, o Fabi djali keq, unë menjëherë reagoj. Sepse emri im, nëse thotë Fabi djali keq, nuk është duke shoh emrin Fabi, duke shoh personin, karakterin atë që e mban emrin. Atë që lidhet atë person, atë karakter, ato cilësi, atë njeri, atë karakter që lidhet, për atë personalitet që lidhet me emrin. Në fakt dikush nuk ka tu shajt emrin, se nuk ka si pëlqen emrin. Kur thot dikush Fabi është djali i keq, mund të ketë dy Faba, njëra është Faba i mirë, tjetri Faba është i keq. Kur thot Fabi është i keq, nuk ka tu shajt emrin. Ato rrokjet. Ato duke shajt personin. Ashtu duke shajt personin. Vini është e lidhur emri, është e lidhur me karakterin, me personin, me qenin, me natyrën, me cilësitë. E thot u shenjtëroft, apo u veçoft, apo u nderoft, kjo është kuptimi i veçoft me shenjtru me veçu, me bën emri jot është për vet. Emri jot ti për ndi e han bukën veç, si themi ne. Këto emrat janë tani janë emri i Perëndis, natyra e Perëndis, shenjtëria e Perëndis. Është veç. Ka të bëjë me ta nderosh me kush është ai vet, pra kush është Perëndia e vet. Ta njohësh si Perëndi për atë kush është, pra emri, cilësitë, karakteri, integriteti i tij. Po mbani me një gjë praktike. Çfarë beson ti dhe çfarë bën ti ka shumë lidhje me emrin e Zotit. Sepse jeta në mënyrën se si jeton apo si flet apo çfarë bën ti ose e nderon emrin e Zotit, siç fëmia ose thot e ke tërpnu babën tanë, emrin e babës tanë, emrin e mirë, baba ka qenë burr i mirë, i famshëm, me ka lënë emër të mirë, po thot e ke shndëruar emrin e babës tën. Fjala jote, mënyra se si sillesh dhe veprat tona, sjellja jonë ose e nderon emrin e Zotit ose e nderon emrin e Tij. Tek Gjoni 12:28 Jezusi po shkonte drejt kryqit. Dhe vini e çfarë tha Jezusi? U përlëvdoft emri yt. U përlëvdoft emri yt. E kjo do thoshte se vdekja e tij në vendin ton e përlëvdon, e shëntron, i jep nder Zotit. Pra nuk është se Krishti ka qenë vdesin, por nëse duhet jeta ime, nëse jeta ime duhet vendoset në vend të jetëve të atyre që ti ke zgjedhur. Edhe më kushton mua që të vdes, u përlëvdoft emri yt. U shëntroft, ti të nderohesh jo unë atë. Dhe i vëllezër motra, që të nderohet emri i Zotit, që të nderohet Zoti prej ne ka kosto. Ka kosto dhe kërkohet që ne gjithashtu të jemi të shenjtë në sjelljen e me veprat tona. Ta nderojmë, ti çojmë famë të mirë, që fama jote apo mburrja jote të bjerë dhe fama dhe nderimi i emrit të Zotit duket prej asaj se ti mënyrës se si ti jeton. Ardhmëria jote. E dyta që lidhet me interesin e ardhmëria jote. Pas nderimit të emrit Perëndis, mbretëria e tij është më e rëndësishmja. Tani lutja nuk ka këtu vetëm qëllim eskatologjik s'pare se disa merren për ardhmëria, ka thashë çfarë do të thonë mbretëria kur të vinë mbretëria ta vënë në tokë, kështu nuk është kuptimi eskatologjik këtu. Në gjithë kohën që keni pasur Luka, kush ka qenë tema e predikimit të tij? Mbretëria e Perëndis, më në ai shkonte dhe predikonte Ungjillin dhe mbretërinë e Perëndis, predikonte mbretërinë e Perëndis, predikonte mbretërinë e Perëndis. Dhe këtu thotë ardhmëria jote. Unë kam predikuar mbretërinë e Perëndis, por ne duhet lutemi që Perëndia ta sjellë mbretërinë e Perëndis, mbretërinë e tij. Patjetër që ajo ka filluar, ka ardhur Jezusi në tokë dhe gjithashtu, po vjen vazhdimisht në këtë sens, në kuptimin real, jo vetëm në të ardhmen, pra kuptimin e ardhjes për mbushjes së gjithçka dhe të kthimit të Jezusit, në fund po ajo mbretëria e Perëndis po vjen në zemrat e njerëzve çdo ditë. Çdo ditë kur dikush pendohet dhe beson dhe merr Krishtin si shpëtimtar dhe Zot edhe mbret, si sundimtar. Se çka kemi thënë? Atje ku është mbreti, atje është mbretëria. Nëse Krishti ka ardhur dhe mbretëron në zemrën tënde, mbretëria e Perëndis ka ardhur në zemrën tënde, ose ti je pjesë e mbretërisë së Perëndis. Sepse ku është mbreti, është mbretëria. Nëse ai zotron jetën tënde, nëse ai është pjesë e jetës tënde dhe të sundon ty dhe ne kërkojmë që shumë njerëz në zemrën dhe shumë njerëz ai të sundohet, mbretërohet, të jetë pjesë. Ardhmëria, por gjithashtu kur presim, edhe gjithashtu kërkojmë që të bëhet vullneti i tij. Vullneti i tij të bëhet, sepse vullneti i tij është pjesë e mbretërisë së tij dhe është e rëndësishme.
Pse na thot Mateu dhe e kënduam këtë këngë. E thot kërkoni pra më së pari mbretërinë e Perëndis, dhe gjëra tjera do t'ju japin jetën si shtesë, do t'ju shtohet. Ne kërkojmë së pari mbretërinë e Perëndis. Dhe kjo është fatalizmi jon, që kemi kohë të lutna për gjithçka tjetër, për gjithçka tonën, për gjithçka toksore, për gjithçka të parëndësishme. Por jo për mbretërinë e Perëndis. Asnjë lutje nuk gjejmë në Bibël, as në Dhjetën e Re, që dikush lutet për shtëpi, që dikush lutet për grua apo për burr, që dikush lutet për punë, që dikush lutet për shëndet, ma gjeni një. Nuk ka asnjë lutje të tillë. Po vetëm për mbretërinë e Perëndis, për Krishtin, për mbretërinë e tij, për gjërat shpirtërore. Dhe për ata që s'pari kërkojnë këtë, Perëndia ja jep edhe këtë dy, edhe këtë tjera të mrapa. Pse është e rëndësishme kjo? Pse duhet kërkojmë mbretërinë e Perëndis dhe qëllimin e tij jo vetëm për ambicje dhe për kënaqësinë tona në mënyrë fundore. Po se edhe nëse i ke këto, veç mendoje pak, nuk lidhet, nuk shkon. Po nëse për ti kërkon gjithçka këto tjera që po i kërkon, jo në lidhje me mbretërinë e Perëndis dhe jo në lidhje me vullnetin e Perëndis. Nëse i kërkon një shtëpi, po themi Perëndis, por në atë lagje apo në atë vend mbretëria e Perëndis nuk po vjen, vullneti i Perëndis nuk po mat, jeni në vend keq. Jeni në lokacion të keq. Ti mund të kërkosh për grua, për punë, por nëse puna nuk është për vullnetin e Perëndis, nuk është për Perëndis, nuk kërkon s'pari mbretërinë e Perëndis, do të bëhet e keq për ty, jo e mirë. Ato gjëra praktike dhe të vogla që ndrojnë ku në bazamentin e vullnetit Perëndis dhe të mbretërisë të tij, nuk janë të shkputura prej saj. Kurse si e kur qysh. Asnjë qëllim, asnjë ambicie jona nuk na jep kënaqësi përfundimtare. Dgjoni këtë, nëse nuk i nënshtrohet qëllimit vetëm e të madh pas gjithë kësaj, që është ardhja e mbretërisë të tij dhe bërja e vullnetit të tij. Keni nevojë më thënë edhe herë këtë? Asnjë qëllim apo ambicie jona personale nuk na jep kënaqësi përfundimtare. Mund duket përkohshëm, por nuk është për kënaqësi përfundimtare, nëse nuk i nënshtrohet qëllimit vetëm të madh. Pas gjithë kësaj, pra, që është mbretëria e Perëndis dhe vullneti i Perëndis, vëllezër e motra. Edhe tre kërkesa pastaj për ne që janë nevoja personale, morale dhe shpirtërore. Bukën tonë përditshme. Për te nevojes imediate dhe atyre që janë të nevojshme, pra, kjo kërkesë ka më shumë se kaq, ka qëllim. Gjoni këtë. Ka qëllim na vetë dijesoj, na baj thirrët, na thras mendjen dhe zemrën tonë. Na vetë dijesojnë. Që ta kujtojmë, ta kuptojmë. Që edhe për nevojat tona bazike, edhe për nevojat bazike dhe më të vogla tonat duhet varemi e të mbështetemi tek Zoti jon çdo ditë. Çdo ditë. E s'duhet ta marrim fare të mirëqen vëllezër e motra. Kjo është gabimi jon. Që bukën tonë, gjërat e zakonshme përditshme i marrim qenë. Punën e bëj unë për çamin Zoti. Bukën e fitoj. Unë lutem Perëndis për një Ferrari, për një gjë që s'mund e bëj vetë, për një shtëpi, për një hotel, për një kështu. Bukën e gojës, me hangër me pi, me vesh jam i Zoti vetë. Oh. Shgabim. E merr të mirëqen. Po e merr të mirëqen, se mund mos ta kesh shëndetin, mund mos ta kesh punën, mos kesh. Lutja ka të bëjë që ti besosh Zotit, kjo lutje pra kjo kërkesë, ti besosh Zotit, dhe ti jesh mirënjohës. Shpesh e kena bukën tonë, i kena ato gjëra që na duan, por edhe nuk jena mirënjohës që i kemi. Nuk kënaqemi. Kënaqësia më e madhe, ngjoj këtë, kënaqësia më e madhe e bekimeve tona fizike nuk duhet gjendet në ato vetë, pra në vetë bekimet fizike që të kënaqemi ato, por në vetdijen, por në kuptimin që ato vijnë nga Zoti ynë i dashur, që kujdeset që në provaninë e tij të sigurojë e të na jap gjithçka e përdit e vazhdimisht. Kënaqësia nuk është në ato që na jep, por në vetdijen, në kuptimin që i kemi këto prej Perëndis, pra të kënaqeshna prej Perëndis që na jep, jo për asaj aty që kemi. Kënaqeshmi për Perëndin vetë që na jep. Sa kemi nevojë për këtë. Sa kemi nevojë për këtë.
E pastaj thot, na I fal mëkatet tona. Na I fal mëkatet tona, se në fakt vëllezër e motra, nevoja jonë më e madhe nuk është buka jonë e përditshme. Nevoja jonë më e madhe është falja mëkateve. Nuk është nevoja jonë fizike, por ajo morale, që të na I fal mëkatet, që na I fal detyrimet tona. Një person që e ka Perëndin atë, dhe që e din që është I vetëdijshëm, gjë e këtë që çdo mëkat që bën është kundërt atit të tij qellor vet, edhe bekimi edhe favori më I madh që mund të marrë, që mund të jetë një njos atëherë kush është? Falja e mëkateve apo detyrimeve që janë bërë kundrejt Perëndisë të Tij dashur. Gjithashtu një zemër e falur, që është falur e merr falje për ditë. Jo vetëm që kërkon falje, por është një zemër që kërkon vazhdimisht falje çdo ditë, por ka gjithashtu dhe ka një aftësi, është dhënë prej Perëndisë një aftësi dhe zgjen kënaqësi në faljen e tjerëve, por dhe ka guximin dhe nuk e pengon krenaria personale, por ka përulësinë e zemrës që të kërkoj falje Perëndisë dhe të tjerëve. Thot na I fal mëkatet, na I fal detyrimet, janë kjo është detyrime si janë borxhe, ato që ne s'mund t'i kthejmë dot. Na I fal fajet tona, sepse dhe ne ja u falim detyrimet atyre që s'na I paguajnë dot, s'na japin dot. E çfarë është kuptimi këtu? Nuk është kuptimi këtu, nuk po thot Luka këtu që shikon, nëse nuk është rendi këtu, nëse ja fal ti njerëzve mëkatet e tyre, atë Perëndia ti fal ty. Ideja është që jo, Perëndia ne I fal mëkatet, ne I marrim faljen mëkatet prej Krishtit, vetëm prej besimin në Krishtin. Por një zemër e falur ka mundësi të kërkojë edhe të falë gjithashtu, edhe është duke thënë, nëse ne jena mëkatar, edhe e kuptojmë se një vëlla apo një motër nuk mund të mashlyejë detyrimin që më ka, unë e fali, edhe pse jam mëkatar, jam egoist, unë e fali. Sa më shumë ti o Perëndi që I dashur, që I mëshirshëm, që gjen kënaqësi në faljen e mëkateve. Aq më shumë ti ne I fal mëkatet tona, sepse dhe ne ja falim mëkatarëve tanë. E pyetja që kam për ty sot në këtë pjesë është një mëkat që akoma nuk po ja rrëfen Perëndisë. Është një person akoma që nuk I ke kërkuar falje që duhet ta bësh. Apo është një person që akoma nuk I ke falur. Nëse është atëherë duhet ta bësh sot, duhet ta bësh tani, duhet ta bësh me njëherë pas shërbesës kishës. Sepse kjo është lutja që del prej buzëve të Zotit Jezu Krisht, duke I mësuar dishepujt e Tij që janë shpëtuar. Ai fal mëkatet tona, se edhe ne ja falim ato mëkatarëve tanë. Dhe mos na vend sprovë, mos na le të bijem sprova apo të mbijmë, ose mos na Jezusi e din që ne jemi dobët, që jemi prej natyre mëkatar. E dim që botën e kemi prezent edhe na ofron gjithçka jo të mirë. Gjithashtu e din se djalli është aktiv, edhe ai është akuzuesi I vëllezërve, dhe sjellet si luan vërbullues kë mundet glaberojë të mashtrojë. Edhe ai din që vetë nuk mund t'ja dalim. Jezusi e din që nuk vetë thot kur të luteni, thoni o Zot mos na sprovo. Mos bani si të fortë, ja dalon, ku po shkoj në një disko se jam I krishterë me do goca kështu më vjen, po jam I krishterë, nuk të vun veten një sprov, lutja është mos na sprov, kjo nuk është, mos na le të shkojmë në kat, kështu se Zoti s'çon kanë në kat. Po mos na çon sprov, mos na bën test, mos na jep njëjtin test, njëjtin vështirësi siç ja dha Jobit. Se po ta kisha në vështirësinë dhe sfidën që më dha Jobit, që mi vdek 10 fëmijë, mi marr diçka jo e dini historinë e Jobit, mos harrem kurrë. Nuk e dija do kisha dalë në fund të historisë gjallë, edhe duke I besuar Perëndisë, por do e kisha mohuar Perëndin sepse gruaja I tha: "Ja çfarë të bëri Perëndia ty? Mallkoje Perëndin dhe vdis." Edhe Jobi tha: "Kur mos qoftë. Perëndia I jep, Perëndia I merr. Qoftë bekuar emri I Zotit. Qoftë bekuar emri I Zotit." Mos na vend sprovën e Jobit. Jo më nëse kërkojmë na dhon ç'a skemi, po mos na vend sprovën na marr ç'a kemi. Ne kemi gjithçka e lutem, pse s'kam edhe këtë, pse s'nop na kurr. Po nëse të vend sfidën, jo më të dhan më shumë.
Po nëse të vën sfidën me të marrë çfarë ke? A do të thuash ti, Perëndia, Perëndia i merr u bekuar qoftë u shejtroft emrit, bekuar qoftë emri i Perëndis. Na ruaj nga djalli, na ruaj nga bota. Dhe Gjoni, në fakt Jezusi kur lutet, në lutjen e tij të fundit, lutjen krye priftërore tek Gjoni 17 thot, o atë, ata janë botë, ruaj nga bota, nuk përkërkoj që ti heqesh nga bota, po i ruaj nga i ligu. Janë botë, bota bollë ka të si edhe veta, e i ligu bashkë, mkatin e kanë zemër, mishi i tyre. Edhe si shtojnë puritanet, që një nga puritanet thot, o Zot, mbro nga i person, ma i keq që është kundër mejet, nga vetja ime. Nga vetja ime. Sa është kur zgja bota, sa është kur qa djallit, qa ja bajmë në vetës tonë. Armiku i maj mall i vetës tonë është vetja jonë, lakmia jonë, mkati jonë, dëshirat tona. E na mbro o Zot. Mos na testo. Mos ta testo se si mund t'i besoj vetë dhe shtyt besoj ndaj na mbro. Nga sprova dhe nga i ligu, nga bota, nga vetja ime. O dhe zërë motër, kjo është lutja e Zotit që na mësoj ne. Pa tjetër që mund ta themi, por nuk është një lutje recitative. Por kur ti lutemi Perëndis, fond në spari herë duhet të dim kush është ai është Ati jonë që është na ka birësuar në Krishtin, që na ka dhënë Krishtin për të vdekur për ne. E të kërkojmë që emri i Tij të shenjtrohet, që mbretëria e Tij të vijë, vullneti i Tij të bëhet. E mos ta marrim mirëqen çka kemi, por të themi o Zot, prioriteti kemi çka kemi na jep, pra vazhdimisht lutem, vazhdo të na japësh të mirë që na ke dhënë. Na nimo të falim tjerët, të kërkojmë ty falje. E na mbro nga bota, nga i ligu, nga vetja jonë, nga mishi jonë. Dhe zë motra, Perëndia jonë, sovran e i qiellit, na është barë babushi jonë. Mos ta humbim këtë mundësi, e këtë përparësi. Siç mësojmë herën tjetër, jo vetëm për të dëgjuar nga fjala e Tij, e për të mësuar prej Tij. Për të dëgjuar kur ai na flet, por shkojmë të flasim edhe ne vetë. T'ja shprehim, t'ja derrim zemrën tonë Atij. Babushit tonë që na bën dashur, që na ofrua, që na deshtin Krishtin. Atij qoftë lavdia në jetë jetëve. Amen. Le të lutemi bashkë. O Atë, të falenderojmë Ty për mirësitë tua, dashamirësinë tënde, kujdesin që tregova për ne, që në provaninë tënde e solle Krishtin për ne që ishim marrëmiqtë e Tu. Jo vetëm që nuk na dënove për jetësi ashtu se që meritonim, por Zot na bëre i dashur, na birësove në Krishtin, na fale, na adoptove, na ndihmo o Zot që të vim tek Ti në lutje për ditë vazhdimisht, duke ditur kush je Ti për ne, duke kuptuar mirësinë tënde, duke kuptuar dobësinë tonë. Ty të lutemi, e në emrin Tënd kërkojmë. Amen.